Përshëndetje, sapo kam mbaruar një kompozim lulesh, dhe të them të drejtën më lodhi pak, sepse është goxha e madhe. Dhe tani është fiks momenti për të gatuar diçka të shijshme dhe të shpejtë. Ndiqeni recetën deri në fund, që ta mësoni çfarë të gatuaj. Sot do të gatuaj këto tortillat, do t'i bëj të mbushura ose piadina, si quhen ndryshe, me fileto pule, qep, udhër dhe spec. Është një gatim që nuk të han shumë kohë dhe besoj se ka brenda goxha vlera ushqyese. Është dhe shumë i shijshëm. Kjo recetë është e përshtatshme dhe për iftar gjatë muajit të madhërisëm të Ramazanit dhe gjej rastin që t'i uroj të gjithë muslimanët që agjerojnë, agjerim të lehtë dhe të pranueshëm. Është një muaj vërtet me vlera të mëdha, shpirtërore do thoja unë. Më vjen keq që nuk arrit të agjeroj dot tani, sepse është ndaluar për arsye të mjekimeve që kam edhe më duhet të konsumoj shumë ujë, sepse trupi dehidratohet edhe pastaj dalin probleme të vogla. Kështu që e kam të pamundur të agjeroj, por kur kam qenë shumë më e vogël, çdo vit agjeroja edhe të gjithë muajin pothuajse. Në fakt ne agjeromim të gjithë në shtëpi, mami, motrat, vllai ishte më i vogël, por më vonë agjeromim të gjithë. Kjo teoria e agjerimit po përdoret edhe në shkencë shumë tani. Kam dëgjuar shumë mjek që e përdorin këtë termin e agjerimit edhe trupit i bën shumë mirë 10 ditë agjerim ose një muaj është me fe, por dhe 10 ditë agjerim kam dëgjuar që është goxha mirë për trupin. Vazhdojmë me recetën tani, pasi i kam qëruar qepët udhrat, po i laj pak. Filetot i kam ngrirë në kupa të vegjël, po ngri dhe qepën në kupa të vegjël. Unë udhrën e shtyp pak para se ta ngri, sepse i lëshon më shumë vitaminat. Pastaj e coptoj e bëj copa të vogla. Dhe e bashkoj tek qepa. Qepën dhe hudhrën i bashkoj në një vend. Pastaj marr specin, e ngri në feta të holla dhe e bëj në formë kubike. I kam bërë gati të gjitha, qepën dhe hudhrën siç e shihni, specin dhe filetot. Duhet të marrim erëzat për t'i marinuar, rigonin, piperin e zi, pak hudhër pluhur për filetot dhe kurkumën. Jep një shije fantastike kurkuma. Si fillim marinojmë filetot e pulës. Ja hedhim brenda të gjitha erëzat që t'i marri më mirë. Ups, e derdha dhe piperin e zi, sepse jam tafmaqare, gjithmonë i shtij e gjellës shumë piper të zi. I përzijej me anë të një luge, që të merret çdo copë e vogël t'i marri erëzat në brendësi. E lëm pak ashtu të marinuar. Unë nuk kam përdorur fare krip, sepse nuk e përdor. Vendosi një tigan në zjarr, hedh vajin e ullirit, nga që unë përdor vetëm vaj ulliri. Hedhim copat e filetos në ta. I përzijemi me anën e një luge druri. I përzijemi disa herë, ja dhe me këtë pamjen e bukur këtu, koha sot është e mrekullueshme. Pasi filetua është skuqur mirë, shtojmë në të qepën dhe i përzijej.
Specat i kam lënë që t'i shtoj në fund, sepse nuk dua që të gatuan shumë, dua ta ruajnë atë vlerën ushqyese, edhe japin një aromë të mrekullueshme këto specat e kuq. Do i shtoj edhe pak piper të zi edhe rigon përsëri në tigan, sepse besoj se perimet duan pak më shumë erëza. Mbushësi i tortilave tani është gati. Ja shikoni se si janë bërë, kanë një aromë fantastike. Dhe tani fillojmë me mbushjen petët një nga një. Marrim petët, i vendosim brenda mbushjen. I hedhim pak djath kaçkavall që t'i japi më shumë shije dhe i palosim në këtë mënyrë. I vendosim në një tavë ku kam shtruar letër kuzhine. Unë i kam lyer sipër me kos, sepse zbuten edhe ju jep një shije fantastike. E ndezim furrën pak më parë në 250 gradë. Ju kam hedhur sipër pak djath kaçkavall të thërmuar sipër kosit dhe janë fantastike. Vazhdoj t'ju e edhe pak që t'ju japi akoma më shumë shije. Tani janë gati për t'i futur në furrë. Pastrojmë pak të rëmujën që bërëm, sepse sa herë që gatuam bëhet një rëmujë e madhe në kuzhinë. U bën 20 minuta që i kam lënë në furrë dhe tani janë gati. Po i nxjerr nga furra dhe t'i lë që të ftohen pak. Nuk e keni iden çfarë arome mbajnë. Dhe sa të mira që duken. Unë i shoqëroj me salcën andaluza sepse më pëlqen shumë. Shifini se si janë nga brenda. Kjo ishte dhe receta për ditën e sotshme. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe ta bëni në shtëpinë tuaj. Faleminderit që qëndruat me mua deri në fund të videos. Mos harroni të bëni like dhe lini koment se çfarë mendimi keni për këtë gatim. Qëndroni me mua në kanalin tim, sepse këtu të gjeni histori reale, video motivuese dhe gatime të ndryshme. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!